Salavatët dhe selamet pejgamberit të Allahut ja drejtojmë. Lusë Allahun azze ve gjell këta dytë vdekurit Allahu i mëshiroft. Sot e kemi pas nderin dhe përgjegjësinë që na mu konë vllazni të këtyne, kusheri të këtyne, të afërm të këtyne, kështu që lusë Zotin për këtë mundi që e keni bo, Allahu ju shpërbleft. Na pastaj do ta ndjekmi rendin që është tradit këtu, por këtë varrim e kemi organizuar nëpërmjet komunës, kryetari e Këshillit Bashkisë Islame këtu në Bujanoc dhe kryetari i Këshillit i ka disa fjalë të shkurt, pastaj na do të vazhdojmë rregullat ashtu që është praktik këtu. Urna. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i takojnë Allahu Gjelleshanu, krijuesit të botrave, salavatet, përshëndetjet qofshin pejgamberin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët, të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Pikërisht unë ju falenderoj për pjesëmarrjen e këtyre dy vëllezërve tanë që për fat të keq humbën jetën në mënyrë më tragjike dhe ne shprehim keqardhjet tona për si Këshilli i Bashkisë Islame, po edhe si imam, po edhe si xhamat i Bujanocit, po edhe Luginës. Neve na vjen shumë keq që kjo ka ndodhur në vendin tonë. Lut Allahun Xheleshanu që këta dy vëllezër tan të shpërblej, të mëshiroj dhe të shpërblej me xhenetin më të mirë inshallah. S'do mend se ne e dim se ligj është proces i kësaj jete dhe vdekja. Mirë po, dy gjëra nuk dihen tek ne, se koha edhe vendi se ku vdes, ato nuk dihen. Janë në dijuni të Allahu Xheleshanu. Edhe për atë këto vëllezërit tanë kanë kalu me 1000 kilometra, për shembull, derisa kanë arrit në këtë vend. Mirë po, ka dashur Allahu Xheleshanu që në këtë vend të vdesin, në këtë vend të varrosen, edhe pse larg familjeve të veta dhe nuk dihet se kush janë familjet. Mirë po, sot në këtë moment ne jemi familje të këtyre dy vëllezërve dhe lutemi për ta që Allahu Xheleshanu që të mëshiron dhe të shpërblen me xhenetet e Zotit inshallah. Faleminderit edhe një herë që keni dalë, keni marrë pjesë në këtë varrim, duke shpresuar dhe duke lut Allahun Xheleshanu që raste të tilla që mos të ndodhin asnjëherë më askujt, domethënë vetëm se prej besimit ton, pro askujt mos i ndodhin. Faleminderit.